Buzëqeshja sadaka që nuk të kushton asgjë, por vlen gjithçka. Ne nuk buzëqeshim sepse çdo ditë është e lehtë, as sepse jemi të paprekur nga dhimbja. Ne buzëqeshim sepse jemi gjallë, sepse kemi shpresë, sepse në zemrat tona ende ka dritë. Shpirti i pastër e njeh fuqinë e buzëqeshjes dhe e zgjedh atë pavarësisht gjithçkaje. Në një botë ku shpesh ndeshemi me sfida, ngarkesa dhe lodhje, buzëqeshja është ajo rrezë e drite që na kujton se jemi ende të fortë. Një buzëqeshje nuk ka zë, por flet më shumë se mira fjalë. Ajo mund të shërojë një shpirt të lodhur, të rikthej besimin, të jep siguri pa prekur askënd. Profeti paqja qoftë mbi të na kujton, buzëqeshja në fytyrën e vëllaut tënd është sadaka. Pra, edhe kur nuk ke para për të ndihmuar, edhe kur nuk ke fuqi për të folur, mund të japësh një buzëqeshje dhe ajo mund të jetë shpëtim për dikë. Një buzëqeshje që ty nuk të zbraz, por e mbush zemrën e tjetrit. A e ke menduar ndonjëherë se dikush mund të mos e ketë parë një buzëqeshje të sinqert prej ditësh? Ajo që ti e jep me lehtësi për dikë është shpresë. Buzëqeshja është dëmshuria më e qetë në këtë botë të rrëmshme. Është forma më e thjeshtë e dashurisë. Një buzëqeshje është falënderim, është dritë që vjen nga brenda, është një gjuhë univerzale që flet me zemrën. Edhe në errësirë, një fytyrë që buzëqesh bëhet dritë për të tjerët. Allahu e njeh shpirtin tënd. Ai sheh çfarë fsheh pas buzëqeshjes tënde. Ai e di lodhjen tënde, por ai të mëson bëhu dritë, sepse drita e shpirtit nuk shuhet kur je me të. Profeti paqja qoftë mbi të ka thënë, mos e nënvlerëso asnjë mirësi, qoftë edhe të takosh vëllaun tënd me fytyrë të qeshur. Ndonjëherë ajo fytyrë që ti i adhuron dikujt, i shpëton atij ditën ose jetën, sepse edhe një shikim i butë, edhe një buzëqeshje e heshtur numërohet si sadaka. Prandaj, buzëqesh, jo sepse çdo gjë është perfekte, por sepse je gjallë dhe shpresa nuk shuhet kurrë. Sepse Allahu është me ty, sepse edhe kur gjithçka tjetër të mungon, ke një dhuratë që e ndan buzëqeshjen tënde. Shpërndaje këtë buzëqeshje me dikë që ka nevojë për të. Sadaka jote e vetme mund të jetë një fjalë, një vështrim ose një buzëqeshje. I dashur vëlla dhe e dashur motër, nëse ky mesazh të dha qetësi, shpërndaje, bëhu arsyeja që dikush tjetër të buzëqesh sot.